Posta shqiptare ka depozituar në prokurori një kallëzim penal për disa punonjës të filialit në Durrës, të dyshuar si përgjegjës për disa parregullsi në raportimet dhe administrimet financiare të konstatuara gjatë kontrollit të brendshëm. Dëmi financiar përllogaritet mbi 700.000 euro. Në të njëjtën kohë, drejtoresha e Degës së Durrësit, Elizabeta Mataj, është shkarkuar nga detyra, ndërsa drejtuesja e sektorit të financës, Valbona Duni, ka dhënë dorëheqjen. Në një reagim publik, Posta sqaron se abuzimet janë evidentuar në administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave, ndërsa theksohet se këto fonde nuk lidhen me pagesat e pensionistëve. Sipas Postës, drejtoria e përgjithshme nëpërmjet drejtorisë ekonomike, bazuar në mospërputhje të konstatuara gjatë rakordimit të fondeve dhe raportimeve financiare, ka ushtruar një kontroll në filialin Durrës. Nga verifikimet e kryera janë evidentuar parregullsi dhe shkelje në administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave. Theksojmë se këto fonde nuk kanë asnjë lidhje me fondet e pensioneve apo me pagesat e pensionistëve. Menjëherë pas konstatimit të këtyre parregullsive, Posta shqiptare ka marrë masat e menjëhershme administrative ndaj punonjësve përgjegjës, si dhe ka referuar rastin pranë organit të prokurorisë, duke depozituar kallëzim penal të shoqëruar me dokumentacionin përkatës. Posta shqiptare po bashkëpunon plotësisht me organet ligjzbatuese, duke vënë në dispozicion çdo informacion dhe dokumentacion të nevojshëm për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Vlerësimi i përgjegjësive individuale dhe ndërmarrja e hapave të mëtejshëm procedurial i takojnë organeve kompetente të drejtësisë. Posta shqiptare, theksohet në njoftimin e saj, mbetet e vendosur në zbatimin e një politike të tolerancës zero ndaj çdo shkeljeje të ligjit, përdorimit të detyrës apo abuzimit me fondet e institucionit. Megjithatë, Posta dhe as prokuroria nuk kanë relatuar zyrtarisht sasinë e dëmit ekonomik dhe numrin e personave përgjegjës. Sipas njoftimeve qarkulluese jo zyrtare, dëmi shkon në rreth 700.000 euro.